Sezoni turistik ka nisur pozitivisht në Memaliaj, duke sjellë më shumë vizitorë dhe interes në rritje për potencialin natyror dhe kulturor të zonës. Atraksione turistike që ofron territori i bashkisë, po tërheq çdo ditë turist vendas dhe të huaj, ndërsa institucionet vendore dhe komuniteti po punojnë për ta kthyer turizmin në një nga sektoret kryesor të zhvillimit ekonomik. Ato dhënat që ne kemi nga terreni, qoftë nga baret, restorantet dhe strukturat akomoduese që janë në territorin e bashkisë Memaliaj, por dhe në qytetin e Memaliaj këtë vit ka nisur shumë barë dhe këtë e dëshmojnë çdo ditë dhe agjenci turistike të cilat operojnë në qarkun e Gjirokastrës, ku ne tashmë jemi bërë pjesë e guidës së tyre në qytetin e Memaliaj, ku kryesisht vizitorët në qytetin e Memaliajt vizitojnë muzeun e Minatorit, muzeun etnografik, por së fundmi qendrës multifunksionale po i shtohet dhe galeria e artit, e cila është një xhevair, mund të themi, që i shtohet gjithë kësaj qendre multifunksionale, dhe shpresojmë shumë që kjo galeri do të sjellë akoma më shumë turist në qytetin e Memaliajt. Veç muzeut etnografik, muzeut minerës, galerisë, turistët janë fokusuar dhe kanë dëshirë të dalin dhe në pjesën e shëtitorës, tashmë Buzëvjosës, që dhe ajo është si një gjerdan që rrethon qytetin e Memaliajt. Interesi për zhvillimin e turizmit është rritur edhe nga zonat rurale. Banorët që prej vitesh jetojnë larg, por i kthehen për të investuar në vendlindje, kryesisht në hapjen e bujtinave dhe shërbimeve tradicionale, duke i dhënë një tjetër frymëmarrje ekonomisë lokale dhe jetës së komunitetit. Nga fshati Corraj deri në qafën e Kiçokut, që është pjesë e njësisë administrative Buzë dhe pjesë e bashkisë Memaliaj, ka një interes në rritje për shkak të infrastrukturës, jo vetëm të bujtinave, por edhe rikthimit të banorëve, pasi këto zona janë realisht një mrekulli e vërtet, pasi janë me pyje, janë me liçene dhe ka shumë atraksione turistike. Ndërkohë, bashkia po investon në promovimin e destinacioneve turistike, përmirësimin e infrastrukturës dhe mbështetjen e nismave lokale të lidhura me turizmin, me synim për ta kthyer zonën në një destinacion gjithnjë më tërheqës për vizitorët.